الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Falëndërimi takon Allahut. Meritat falëndëruesi takojnë vetëm atij. Atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzues është veç ai, drejtues është veç ai, orientues është veç ai, Allahu tebareke ve taala. Kurse paqja qoftë mbi krijesën më të dashur në rrezullin toksor, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe e ndjekin rrugën e sunetit të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu na bëf neve prej atyre që ndjekin këtë rrugë. Ka thënë Allahu tebareke ve taala në një ajet kuranor: Innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Kurse pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në një hadith: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk keni besu derisa nuk doni për vëllain e juaj atë që doni edhe për veten e juaj. Pra kjo gjë është e qartë. Allahu xhaleshanuhu përmes ajetit kuranor na dëshmon, na deklaron dhe na jep me kuptu dhe na vetëdijson dhe na ndërgjegjëson që mu'minat, besimtarët janë vëllezër. Këtë na dëshmon dhe një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam signifikativ tregues i qartë, ku thot afshu salama bainakum tahabbu. Jepni selam mes veti, do të duheni. Andaj vëllezër besimtar janë një mori pikash, një seri pikash, të cilat janë indikator tregues të vëllazërisë në Islam. Me që tema që do ta elaborojmë tani së bashku është mbi vëllazërinë në Islam. Vëllazëria në Islam, pra dashuria që i lidh besimtarët mes veti. Muslimanët pra janë një trup unik, siç ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ashabet, një për të gjithë dhe gjithë për një. Pra një për të gjithë dhe gjithë për një. Kështu kanë qenë ashabet, janë dashur me njëri tjetrin, kanë nda ushqimin me njëri tjetrin, kanë nda hidhrimin dhe gëzimin me njëri tjetrin, luftrat dhe çdo gjë e kanë bërë me zeti dhe janë dashur për hir të Allahut, dhe janë nda për hir të Allahut, dhe janë shoqëruar për hir të Allahut, dhe janë dashur me sinqeritet, me devotshmëri, dhe janë dashur me frikë respekt dhe ndershmëri me njëri tjetrin. Thjesht për hir të Allahut. Pra, dashuria është me të vërtet një simbolike e madhe mes njerëzve. Por dashuria më e lartë dhe më e kristalt dhe më e diamant është dashuria islame, e cila i lidh besimtarët. Mirë po, shtrohet pyetja cila është dashuri e madhe. Dhe nëse i referohemi në retrospektiv të kaluarës, mund të marrë dy shembuj të dashurisë që kanë pas sahabët për njëri tjetrin. Rasti i parë është rasti i Ahlus Siffe. Keni ndëgjuar ndoshta për Ahlus Siffe, kanë qenë një popull që janë shpërngul nga Mekka në Medinë. Dhe ka qenë një farë Ubad ibn Sam, radiallahu anhu, Allahu e pas mëshiruar, i cili u ka dhënë për të ngënë 80 ashabeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe në mbrëmje u ka thënë, tani shkoni dhe fleni në xhamin e pejgamberit në Medinë sallallahu alaihi wasallam.
Kurse rasti I dytë është një rast edhe më specifik, është rasti I Ebu Talhas, radiallahu anhu, Allahu e pas mëshiruar. Ebu Talha një natë I vinë disa musafirë, dhe muslimani e nderon muslimanin dhe e pret me çka ka. Dhe atë natë nuk I kishte qelluar vetëm se një gotë qumsh e vogël, të cilën ja jepte bebes natën për ta zënë gjumi. Edhe këtë gotë qumsh Ubad ibn Sam ja jep musafirit. Mirë po modestia e këtij ashabi është kjo, se nuk I thot ja këtë gotë qumsh të cilën e kam për bebes dhe po ta jap ty, se s'na kam bet diçka nga ushqimi, sepse atëherë do ta humbe vlerën dhe musafiri normalisht që nuk do ta pranonte gotën e qumshit, por do t'i jepte përparësi bebes, foshnjës së kësaj familje. Pra ata e kanë nderuar musafirin me një ndershmëri të lartë. Po sot shumica disa musliman irritohen kur ju vinë musafir dhe ndihen ngusht dhe thonë pse na erdhën, pra ngushtohen dhe domethënë nuk e duan këtë lloj mikpritje. Pejgamberi alayhis salatu wassalam pra na ka mësuar se çka na afronni, na bashkonni. Na bashkon selami, na bashkon namazi, na bashkon xhamia, na bashkon puna vullnetare për ndalim prej së keqes dhe urdhërimit në të mirë. Pra, ne jemi ummetul khair, kuntum ummetul khair, ukhrajat linnasi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Thot Allahu pra në Kur'an, ju jeni ummeti më I mirë, që thirrni në rrugë të mirë, në udhë të mirë dhe ndaloni nga keqja, wa tu'minuna billah dhe besoni Allahun. Pra kjo është diferenca ku dallohen gjërat. Pra ne jemi grupi I zgjedhur I Allahut, grupi Ahlu Sunna wal Jamaa me akide të pastërt, me akide të drejtë, me besim monoteist, njëshmëri I Allahut në adhurim, me bindje dhe me bindje dhahir wa batin, bindje të jashtme dhe të brendshme, dhe pra ky grup I palës shpëtuar janë ai grup I cili thrasin në njëshmërinë e Allahut, në adhurimin e krijuesit suprem, në tauhidur rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat, dhe nuk I shtrembërojnë gjërat, po I thon ashtu siç I ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ashtu siç I thot Allahu në Kur'anin famlar ju si I dashur dhe suprem. Pra ky krijues na ka mësuar ne që të duhemi me zveti. Por si shenjë signifikative që përmendëm dhe hadithin pak më parë, është edhe dhënia e selamit me zveti që të afrojmë zemrat me njëri tjetrin. Por edhe hadithi apo tregimi nga sahabët që ata kanë qenë shumë bukëdhënës, po ashtu edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot vallahi nuk keni besu, pra po thot nuk preashtuese, nuk keni besu derisa nuk doni për vllain e juaj atë që doni dhe për vete. Pra kjo është kulminacioni I arritjes devotshmërisë dhe vllazërilekut me zvete. Pra ne duhet I duam vëllezërit, qofshin ata të një ngjyre tjetër, sepse kuptohet qartë në hutbën e lamtumirës pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka dallim I bardhi prej të ziut, ai që ka një ngjyrë tjetër prej një ngjyre tjetër, pra nuk ka dallim arabin nga ju arabi. Të gjithë jeni të barabartë për Allahut dhe të gjithë pra do dini për Allahut dhe më mirë për jush është ai I cili pra ka takvallëk më shumë illa bit taqwa. Pra ai që është më I devotshëm me Allahun subhanahu wa taala. Sa I takon kësaj temës ngjyrave, e keni një ndërshrimet e mia që mund ta lexoni
Islami dhe racizmi. E keni kudo në për website të ndryshme islame, Islami dhe racizmi Arber Berisha, Imam Arber Berisha. Pra është një ndër shkrimet e mia ku mund ta lexoni dhe me të vërtet lutë Allahun që të përfitoni nga ai shkrim i renditur mirë. Vëllezër besimtar, ky Islam ka gjetë zgjidhje për çdo gjë. Unifikimi dhe bashkimi i muslimanëve ka qenë motoja e cila i ka shpije ata drejt suksesit. Muslimanët kur u bashkuan, çliruan dhe rregulluan. Muslimanët me bashkim dhe unitet në akide, në tauhid, arritën të çlirojnë Spanjën, arritën të marrin gati 3 kontinente në perandorin osmane. Muslimanët në tauhid formuan khilafetin islam në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe në kohën e kalifeve drejta, edhe në kohën e pashkalifeve drejta, dhe udhëheqën me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, me dashuri, me frikë, me respekt ndaj Allahut dhe me tolerancë ndaj feve tjera dhe me solidaritet ndaj feve tjera dhe me dhënje të drejta edhe atyre të cilët u takonin besimeve të tjera. Andaj vëllezër besimtar, me të vërtet dashuria vllazërore islame e ka një moto shumë interesante. Ai njeri i cili e don Allahun, Allahu do t'ja mundsoj atij që t'i të dëroj edhe krijesat në tokë. Por ai njeri i cili nuk e don krijuesin e tij, ai se don as vetveten, por ai si don as krijesat e tjera. Ai njeri i cili nuk e mëshiron krijesat e Allahut, nuk është i mëshiruar nga krijuesi. Andaj vëllezër musliman, të kemi kujdes nga hidhrimi i Allahut subhanahu wa taala dhe të duhemi me zveti, të japim selam, selamu alaikum wa alaikum selam, ta vizitojmë njëri tjetrin, ta vizitojmë vllajën ton kur është i semur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, kur një vlla ngrihet për ta vizituar vllajën e tij i cili është i smur, me lajqet bajnë dua panda nga momenti që ai ngritet për shku për ta vizitu deri në momentin që shkon, qëndron dhe deri në momentin që kthehet në vendin e tij të mëparshëm. Pra me lajqet bajnë dua për këtë njeri i cili po viziton vllajën e tij të semur. Vëllezër besimtar, dashuria vllazërore ka qenë aq e madhe sa që disa sahabe kur kanë dëgjuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shqetësueshëm, apo ka ndonjë peripeci, apo ka ndonjë problem, ka pas për atyre ashabëve që kanë thënë që një therr nëse i hin trup Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, unë dhe familja ime nuk do të jemi të qetë. Dhe ka pas prej atyre burrave dhe trimave të mëdhenj të cilët i kanë dalë Zot Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe kanë dashur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe të gjithë këta pra një bord, një trup unik arritën që të çojnë shtetin islam përpara, por ta çojnë edhe islamin anë kënd rruzullit toksor, ku sot janë mbi 7 miliard musliman në këtë planet e më shumë, të cilët janë të gjithë që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe pra këta musliman duke u koordinuar me zveti dhe duke pasur dashuri, harmoni, ekuilibër me zveti, arritën të apërçojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala anë kënd rruzullit toksor. Vëllezër besimtar, me të vërtet mu'minat besimtarët janë vëllezër. Ne shpesh ballafaqohemi me probleme të ndryshme, me smundje, me musibete, me të lashe të ndryshme. Sa prej nesh jastrojmë pyetjen vetit se një vllai jon a ka me hongër bukë të shtëpia e tij, se një vllai jon çaj ka gajlet, hallet ky vllai jon. Sa prej nesh pra gajlosemi për vëllezërit tanë të cilët nuk janë në buroj, për vëllezërit tanë të cilët janë pa punë edhe kanë nevojë për mbështetje,
kanë nevojë për ndihmë, për vëllezër të cilët janë të lënë pasdore, për vëllezërit musliman atje në Somali, për vëllezërit musliman në Çeçeni, për vëllezërit musliman në trojet shqiptare, kudo që janë në përfshatra katullë në Shqipëri, kudo që janë në Kosovë, Maqedoni, kudo që janë në Malzi, kudo që janë edhe në Itali, edhe në Francë, në Zvicër, kudo që janë vëllezërit tanë musliman, kudo që janë, të gjithë kanë probleme, mori problemesh ndryshme. Por ne si t'ja bëjmë që t'ju ndihmojmë dhe t'jemi unik me njëri tjetrin dhe të koordinojmë mes vete. Bota është bërë një lagje vogël. Mjetet e komunikimit po na afrojnë një mundësi shumë të madhe që të bashkëpunojmë me vëllezërit tanë musliman. Kudo që janë, në çdo vend që janë. Andaj vëllezër musliman, duhet të shikojmë çka lypset ndim në vendet caktuara. Për shembull, Somalia ka nevojë për bukë, ka nevojë për ujë, ka nevojë për ushqim. Andaj ne të organizohemi si muslimanë dhe t'ju ndihmojmë aty në vëllezërve atje. Për shembull, vendet trojet shqiptare ku i ka shkatruar komunizmi me qindra mijëra xhami, ku ka nevojë për xhami të ndërtohet, të organizohemi si grup dhe të shkojmë t'ju ndihmojmë vëllezërve që të ndërtojnë xhami aty ku kanë nevojë për faltore dhe të falin namazin. Shembull tjetër, për vëllezërit të cilët janë në trojet Evropës, Zvicër, Itali, Gjermani, kudo që janë, kanë nevojë për imama, kanë nevojë për hoxhallar, kanë nevojë për thirrsa davetxhi. Të organizohemi t'ju çojmë grupe të mëdha hoxhallarësh dhe atje të shkojnë ata dhe të mësojnë islamin atyre që kanë nevojë të mësojnë islamin. Dhe ata vëllezër të cilët atje Allahu ka dhënë mundësi financiare të ndihmojnë vëllezërit kudo që janë në fshatrat e varfra, qofshin Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, të ngrisin medrese të vogla, xhami, vend faltore, të blejnë libra të shumë të ngriten fjala e Allahut kudo në çdo kënd, në çdo anë, të komunikojmë mes veti, të duhemi për hir të Allahit dhe të japim sadak për hir të Allahit, të japim zakat për hir të Allahit, të japim buzëqeshje për hir të Allahit, të japim ide për hir të Allahit dhe të veprojmë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë do të arrijmë omëlsinë e imanit, atëherë do të duhemi mes veti, atëherë do të arrijmë suksesin. Dhe suksesin e sjell vetëm Allahu subhanahu wa taala kur ne bashkëpunojmë mes veti, sepse edhe Allahu na thot bashkëpunoni mes veti dhe mos u përçani, është pra ajeti kuranor wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Po thot Allahu bashkoni mes veti dhe mos u përçani, wala tafarraqu, mos u përçani për vëllezër besimtar, por bashkonu, bënu një trup dhe thirrni në rrugën e Allahut me thirrje siç na ka mësuar Kurani, udu ila sabili rabbik bil hikmet wal maw'izati al hasanat. Po thot Allahu dhe thirr në rrugën e Zotit tënd me çka, me urtësi. Pra çdo gjë arrihet me urtësi, e kjo urtësi jepet nga ana e Allahut atij që ka në zemër, e që ka në shpirt, e që ka në bindje, që ka në veprimet e tij, imanu billah, besim tek Allahu subhanahu wa taala. Vetëm kështu arrihet ibadeti, vetëm kështu arrihet adhurimi dhe bashkëpunimi dhe koordinimi me njëri tjetrin si vëllezër unik një trup, sepse Zotën edhe kjo është qëllimi i besimtarit, që me adhuru Allahun, por me bashkëpunu dhe mos me qenë indiferent, egoist dhe pragmatist, por me qenë një musliman që bashkëpunon me vëllezërit edhe pyet për vllajin, si ki gajle ti vllai jam, po ti vllai jam si ki hallet, problemet, familja si është, vetësie, shëndeti jetë që është. Ata vizitojmë vëlla, ta vizitojmë farafisin, ti vizitojmë prindërit, wasilul arham, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe vizitoni akraballakun e juaj, se me të vërtet në vizitat e shpeshta, komunikimet, merret vesh halli, gajlja, gjemja, popullata dhe gjithmonë pra t'ja japim dorën njëri tjetrit dhe jo t'i fundosim dhe t'i lëmë në bot vëllezërit tanë dhe t'i lëmë pra përmbys vëllezërit tanë dhe të kemi smir ndaj tyre dhe hased, se me të vërtet hasedi i djeg punë e mira si zjarri i drut. Kur e shohim një vëlla musliman që përparon në çështjen e davetit islamit, me lapse, me letë, me shkrim dhe me auditim dhe me lexërim dhe me çdo gjë, jo ta përmbysim edhe ta përdhosim, por që japim dorën, ta ngrisim azva dhe të ngrisim dhe shumë vëllezër tjerë që komunikojnë dhe lançojnë gjëra pozitive për të mirën e këtij dini dhe të ndihmojmë vëllezërit tanë, se me të vërtet nëse ne ndihmojmë Allahun, Allah do të na ndihmojë neve, dhe nëse ne ndihmojmë vëllezërit tanë, Allah do të na ndihmojë neve. Dhe
Thot Allah në një ajet kuranor: ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ndihmoni Allahun, Allahu do t'ju ndihmojë juve dhe do t'u forcojë këmbët e juaja kundër armikut. Dhe armiku jo numër 1 vëllezër musliman është shejtani i mallkuar, por ka shejtanu minal ins wal jin, ka shejtan pej njerëzve dhe pej gjinve. Allahu na ruaj pej shejtanit mallkuar dhe na forcoft, na bëft unik një trup dhe na bëft për atyre që janë të qëndrueshëm në rrugën e Allahut dhe i shohin armisht. Dhe armisht, o vëllezër, nuk janë të pak, janë kudo para syve tanë, anash, gjathash, majtas, kudo që ecim, shohim immoralitetin, shohim kufrin, shohim shirkun, shohim padrejtësinë, shohim idhujtarinë, shohim gjëra të ndalueshme. Andaj, është koha që të bashkohemi një trup, garnizion në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, një trup unik dhe të thrasim fjalën la ilaha illallah, dhe të thomi stop immoralitetit, dhe të thomi stop idhujtarisë mushrikinëve, dhe të thomi stop padrejtësive, të thomi stop kamantes, të thomi stop sionistave, masonistave, të thomi stop atyre të humburve dhe atyre të cilët kanë marrë hidhrimin e Allahut, dhe të luftojmë thjesht për një gjë, të luftojmë për fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, e cila është fjalë e madhe që peshon sa qiejt dhe toka, e cila është fjalë e cila do të vjen nga Horasani me flamurit e Imam Mehdiut, Allah e mëshiroft, i cili do të vije dhe do të vendos khilafetin islam sërish. Allah na bëf prej të mirëve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.